Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma, askujt duket që nuk po i bëhet vonë, edhe pse Kosovës kanë mbetur edhe 32 ditë që ta zgjedh presidenti. Vendet do të shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Këtë klim politike duket që po e interpretojnë si tillë të gjitha partitë politike. Pak gjatë sa ka që aktualisht zoti Kurti me tjerë ndaj një rrugë kompromisi konsenzusi për presidentin, po përgatiten të gjithë për zgjedhje të jashtëzakonshme. Teksa vetë zoti Kurti sot ishte në drejt pune me presidentin francez Macron. Kryetema e kësaj teme, temave të tjera të komunitetit ndërkombëtar vazhdon të jetë Kosova ta vënë zbatim sa më shpejt asociacione komuna me shumicë serbe të shkojë sa më shpejt e përgatitur në dialog të krijojë institucione të qëndrueshme dhe të ketë stabilitet politik pa humbur kohë. Ndërkohë, në Kosovë duket që askujt vonë nuk i bëhet fare, pse po hym nga kriza në krizë, nga një krizë më e lehtë, nga tek një krizë më e rëndë. Analizë me zotin Afrim Kasolli. Kasolli, faleminderit për kohën. Nga cilit jemi së bashku? Jemi në këtë fundjavë me zhvillime të përsëritura me ras. Me lajme të përsëritura. Ne ta kemi base të ri që Kurti pati me presidentin francez në funksion të një interesimi të madh që ka komuniteti ndërkombëtar për procesin e dialogut. Sepse rruga antarësimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, rrjedhimisht edhe antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës, që dështoj, çdo antarësim tjetër, edhe në NATO mbase mund të lidhet me procesin e dialogut. Tema për të cilat ka insistuar gjithë komuniteti ndërkombëtar, por janë shikuar ndryshe nga liderët tanë, sidomos nga zoti Kurti. Po, nuk ka diskutim që një prej zhvillimeve kryesore të javës që po e lëm ishte padyshim gjykimi i fundit i gjykatës kushtetuese, solucionin që e ofroi të çuditshëm në shumë shka, siç e thatë edhe ju një ditë në një emision, duke i kënaqur gjitha palët nga pak. Në fakt, aja gjykime ka qartësuar tashmë situatën, dhe thotë që në të ardhmen nuk duhet ketë më dilema sa i përket afateve kushtetuese dhe procedurale për zgjedhjen e presidentit. Mirë, po siç ka ndodhur me gjitha gjykimet e drejtanishme që partitë politike tentojnë të shfrytëzojnë dhe ta errësojnë dhe ta mjegullojnë për mbajtjen e tij për përfitimet, po ndodh edhe në këtë rast. Do thotë, nëse shohim, është e vërtetë që dekreti i presidentës nuk ka prodhuar efekte juridike, mirë, po premisat e saj tashmë sipas gjykimit kanë qenë të drejta në aspektin kushtetues. Tjetër është ajo që i ka bërë një keq lexim afateve që lidhen vetëm me këtë legjislaturë. Në rregull është dashur presidenti atje të më vigjilente në këtë drejtim, që ti marr parasysh rrethonat specifike se kur ka filluar punën legjislatura aktuale dhe që nuk ka mundur të konsumohet afati prej 60 ditëve që insiston. Shikoj një normë, si shkruan dhe që duli që është e saktë. Gjykata kushtetuese tha ajo është e saktë, nuk bëri gabim, fokusimi i saj vetëm te një normë dha drejt që në të ardhmen do pikërisht ky dekret dhe kjo hallakam që u krijuar ka qartësuar tashmë këtë pozicion, nuk mundën subjektet politike që në bazë të prioriteteve të tyre partijake ti neglizhojnë detyrimet kushtetuese në plotësimin e vendeve vakante, siç është pozita e presidentit, sepse ne kemi pas çastin e partisë fituese të zgjedhjeve që në vazhdimsi është arsyetuar se ka prioritet certifikimi, konstituimi i kuvendit, votimi i qeverisë, i buxhetit, i kësaj dhe i këtij ligji i tjerave. Dhe mirë, po në të njëjtën kohë kur kjo ka qenë fokusuar me prioritetet e saj, gjykata e qartësoi që ka rrjedhur afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit, që i kanë mbetur edhe 34 ditë në dispozicion. Në këtë drejtim do thotë pretendimi i lëvizjes vetëvendosi i ka rrezuar gjykata kushtetuese, mirë, po tash këtë 34 ditë po tenton ta shfryzojë si fitore politike. Shto edhe faktin që edhe subjektet opozitari ishin të bindura që dekreti i presidentes ishte i drejtë në aspektin kushtetues, dhe tash është një lloj loje për të krijuar paralele ndërmjet presidentes dhe opozitës, gjë që urrëzua betejë e tyre kundër qeverisë së Kosovës. Po paradoksin më të madh, këto ndryshime që ndodhin në
politik në aspektin ditor, një lloj intense nga njerëz të kabinetit të Kurtit që të shprehen të entuziast me këtë aktgjykim që sipas tyre është i njëjtës përmas me atë të rrëzimit të qeverisë Hoti. Pra, për të krijuar një lloj paralele që tashmë Vjosa Osmani dhe Abdullah Hoti janë në të njëjtin tabor politik të shkeljeve kushtetuese dhe që Albin Kurti ka arritur të ndalë këto tendenca abuzive të tyre. Shiqo tash në çfarë pozicioni kur dikur zbashku me Vjosën ishin entuziast kundër qeverisë Hoti, ndërkohë tashmë Vjosa Osmani me automatizëm kategorizohet në atë kamp politik, e cila me sjelljet e saj është identike me atë të qeverisë Kurti, që në mënyrë jo kushtetuese tenton ta dhunoj përfasimin e dur demokratik të qytetarëve të Kosovës. Rreth e kemi shpjeguar disa herë që në vend se subjektet politike ta lexojnë siç duhet, dhe në këtë rast partia fituese zgjedhën, sepse unë edhe këtu insistoj që përgjithësia dihet ku i takon më shumë. Nuk jam prej atyre që tentojnë të relativizojnë fajin dhe t'i bëjnë të gjitha të mbajnë neutralitet, kështu që në vend se subjekti partia fituese zgjedhjeve, pa të cilin nuk ka shans të zgjidhet, asnjë shans nuk ka të zgjidhet presidenti, sepse nuk munden në bazë të numrave aktuale subjekte tjera opozitare, nëse kjo e fundit nuk ka vullnet ta zgjedhin presidentin, normale, dhe kjo vetë nuk mundet pa ato, mirë po tash në vend se kjo ta marrë iniciativën dhe ta lexoj drejt aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, ta shfrytëzoj afatin që i ka mbetur në dispozicion për të shmangur një krizë tjetër politike dhe zgjedhjet sipas gjitha gjasave të jashtëzakonshme parlamentare. Energjitë e saj ka fokusuar se sa më shumë që ta krijohet percepcion publik që se si edhe Vjosa Osmani tashmë i takon eksponentëve të regjimit të vjetër me sjelljet e saj antikushtetuese. Pra, po rikthehet në betejë të pastër politike për përfitime elektorale dhe jo për angazhim të mirëfill të partijake, institucionale, shtetëror për të shmangë një krizë, gjë që e tha edhe njëra prej përfaqësuesve të minoriteteve, e cila është e afërt me zotin Kurti. Nuk kam tha shpresa që do të kemi president dje apo sot, nuk di ku e lexova zonin Emilia Regjepi, dihet ajo është nuk kam tha shpresa që mund të kemi president të rinj këtë afat që ka mbetur dhe po shkojmë drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, për mua shumë pa nevojshmërisht, mirë po jemi këtu rrit ku jemi në këtë situatë dhe s'na mbetet tjetër, veç tentojmë të analizojmë pra sa mundim dhe dim. 2005 ishte një vit i humbur për Kosovën, por elektoralisht një vit i fituar me vagona për lëvizjeve vendose. 2026 a rrezikon sipas jush të jetë po ashtu një vit i humbur rënd për Kosovën, por politikisht një vit tjetër fitues për zotin Kurti që po qeveris me ushtrus detyre, pa llogaridhënie, pa institucione. Po ndëgjoni dhe vetëm krizat e fundit, qofshin ato globale apo këto vendore, kanë nxjerrë në sipërfaqe se sa të cënueshëm janë qytetarët e Kosovës nga ato sjellje të papërgjithshme të atyre që drejtojnë shtetin. Dhe nuk mundet tash ne po i shohim vetëm le të marrim problemin kryesor atë të energjisë, nuk jam kompetent flas në detaje për të, mirë po pam se çfarë lloj abuzimi masiv po ndodh nga një kompani që është ndruar në shtet, mbi shtet në Republikën e Kosovës dhe që se si mashtron qytetarët e Kosovës sa i përket njësorëve ekonomike. Ne s'kemi thjesht gati asnjë lloj reagimi nga qeveria në raport me këtë temë. Rrethana normale kjo do të ishte një skandal kombëtar, mbase siç ndëgjova dhe personat e tjerë nuk dëshiroj tash të ricikloj tezat e tyre, sepse e thanë para meje që të shërtohet edhe mundësia e ndërprerjes së kontratës apo e rinacionalizimit të distribucionit energjetik, sepse janë mashtruar qytetarët e Kosovës. Janë vjedhur, janë mashtruar, janë vjedhur. Dhe tjetra për e rënë penale. Dhe tjetra çfarë sillet pa përgjithshme po shohim me rritjen e çmimeve të naftës, sepse problemet kryesore sot në botë janë problemet energjetike, madje para se diskutimi është. Ndëgjoj, para se të veja këtu në emision, isha duke lexuar raportin e fundit të NATO-s dhe i cili haptazi, do thotë, sa i përket tensioneve me Rusinë, e konsideron Rusinë ende armikun kryesor të stabilitetit euroatlantik dhe tensionet kryesore thotë kanë të bëjnë vetëm me energjinë të ardhmen me Rusinë. Do tregon çfarë që betejë kryesore është me energji dhe dhe ne po shohim thotë një indolencë totale të qeverisë së Kosovës në raport edhe me këtë që po ndodh, do thotë me abuzimet me çmimet e derivateve të naftës. Nuk mund të arsyetohet se kjo është pasojë e krizave globale që po ndodhin në lindjet mesme, sepse edhe në shtete tjera. Ose qëllimi i tyre për ironi pak ta bëjmë pak më
Mbasi kjo heshtje e qeverisë ka një qëllim të qartë që kontriboj edhe Ministri i Ambientit në shtimin e vlerave ambientaliste. Të heqë ambient toksit, të njerëz të dalin sa më pak me makina, të lëvizin sa më pak ndoshta me bicikleta. Mbase mund të jetë kjo intense fshet mirë, po mirën vetëm me arsyetimin. Përshëndetje zonja Fitore Pacolli. Po mirën vetëm me arsyetimin e tyre që është jo valid, që tenton që indolencën e tyre ta justifikojë me një krizë globale, sepse kjo po ndodh në vende të tjera. Por cilat janë reagimet e shtetet tjera? I kanë çliruar rezervat energjetike që i kanë ndërmarrë masa në aksizë, në TVSH, shteti e çdo qeveri është kjo. Do të ne po e shohim se si shtetet po veprojnë për të përballur me këtë krizë energjetike me qëllim që të mbrohen qytetarët e Kosovës nga lohatjet e tregjeve ndërkombëtare. Cilat janë veprimet e qeverisë? Caktimi një çmimi tavan vetëm formalisht, le dalin ta shohin terren apo zbatohet ai çmimi. Janë gjitha këto do të që tregojnë që praktikisht ne jemi një kolaps, jemi në dështim sa i përket menaxhimit të interesave të qytetarëve të Kosovës. A do të rikthehet tash kjo? A do të ripërsëritet skema e vitit të kaluar që përkundër humbjeve shtetërore, ekonomike dhe politike për shtetin, që këto të rikthehen në përfitime elektorale të lëvizjes vendosje, kjo mbetet të shihet. Zëra publika solle, siç zonja Janina Ymerit, tashmë që arritet të bëhet deputete LDK-s, nën kryetari i Komisionit për Ekonomi, publikisht tha, për fatin energjetik të Kosovës nuk vendos Kosova, vendoset jashtë Kosovës, vendoset në vende siç është edhe Serbia. Pajtohem rrit janë për tarifat, për çdo gjë, për këtë sektor jetik, për 6 vite pas një qeverie që erdhi në pushtat për të qeverisur vende me duart pastra ndryshe për tjerëve, sot për fatin energjetik të Kosovës, për zhvillimet në këtë sektor strategjik të ekonomisë, nuk vendos Kosova, po vendosin tregtarët, vendosen në forume jashtë Kosovës. Pajtohem rrit në bazë të bisedave që kemi pasur, unë rezervohem të jap komente në tema që nuk i njoh shumë mirë. Ajo që mund të absolutisht kam dëgjuar zonjën Ymeri ka ofruar argumente, ka qenë tejet aktive sa i përket denoncimit kësaj lloj mafie energjetike rajonale që ndodh. Ajo që unë do thot mund të flas në bazë të përvojës time, në bazë të asaj që edhe kanë qenë premtimet kryesore të lëvizjes vetëvendosje se si duhet ta ndërtojmë një shtet të fortë i cili i mbron qytetarët e Kosovës nga këto lohatje të tregjeve ndërkombëtare. Njëjtit kanë qenë kritik shumë tash për të asaj që quhenin si doktrina neoliberale, ku shteti ekziston vetëm formalisht dhe i nënshtrohen presioneve ekonomike të kompanive të huaja. Dhe ajo që po ndodh aktualisht, kur shteti i Kosovës nuk ka qenë më i dobët në këtë drejtim se në qeverisjen e Albin Kurtit. Kur nuk ka ofruar bëshëm më pak mbrojtje, do thot, afaxhat sepse nuk janë këto subvencionet 100 euro, do thot, kur shteti i Kosovës më pak indolent, më pak aktiv, pa përgjegjësi më të madhe qeverisë administrative nuk ka pasur sesa gjatë kësaj qeverisje në raport me këto tema që kanë qenë kauza kryesore e lëvizjes vetëvendosje, ku mbrojtja sociale duhet të jetë edhe e qytetarëve të Kosovës nga presionet e këtilla ekonomike duhet të jetë leitmotivi kryesor i organizimit dhe funksionimit të shtetit. Pra, cila është arsye pse duhet kemi shtet? Vetëm që të marrin rruga zyrtarët e pushtetarët? Këta e kanë shndruar shtetin vetëm në shpërndarje të subvencioneve dhe në rroga në zyrtar administrativ që i paguën ministrat e zëvendësve ministrat. Ndërkohë shteti është indolent, është jo aktiv në këto pika. Kjo është ajo që unë ngris si shqetësim që është një lloj pavarësimi energjetik, jo që keni thënë ju Kasolli, po është interes strategjik kombëtar dhe i sigurisë kombëtare përveç interesit qytetarëve. Edhe këto sa i përket tema, ne dim të varur sektor të real të ekonomisë nga importi. Deficiti është i çmendur. Ne dim narracionet e lëvizjes vetëvendosje të kryeministit Kurti që nafta për bujkun duhet të jetë kaqe, për xhipin të jetë kaqe. A ekziston sa dallim? Cili? A ekziston sa dallimi ndërmjet çmimit të naftës për bujkun dhe çmimit të naftës për xhipat e pushtetarëve? Nuk ekziston. Do të në këtë drejtim, do të sot bujku është shumë më tepër i cënuar sa i përket këtyre temave se sa ka qenë historikisht prej se ekziston shteti i Kosovës. E kjo ka qenë premtimi kryesor, do të që ne duhet kemi shtet
që t'jetë ombrellë mbrojtëse e qytetarëve kur i ekspozohet rreziqeve të Shteti tilla. tash është kthyer në ombrellë mbrojtëse për pushtetarët. Për pushtetarët dhe për këto biznese, nuk reagon fare, do thotë, në një situatë e cila po e rëndon gjithnjë më tepër Krejt bota merr me këtë temë. Çdo qeveri mbron interesat e shtetasve të duke filluar nga Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, të gjitha vendet kanë ndërmarrë mosa për aq sa kanë pasur kapacitete, që nga çlirimi i burimeve energjetike, e veprimet, intervenimet në TVSH, në akcize, në të tjera, në mënyrë që qytetarët e atyre vendeve ta përballojnë këtë krizë. Ky është kuptimi i shtetit kur reagon në këtë situata. Shteti nuk është vetëm administrim që të marrin rroga pushtetarët. Lëvizjeve vendosur sot evidenca kontabele aty. Lëvizjeve vendosur sot e ka rikthyer, do thotë, në kësaj lloj kreature shtetin e Kosovës. Dhe në një klim kur zgjedhjet pritet të mbahen. Zgjedhjet pritet të mbahen. Tash ato do me kryeteme mbi heroizmin mbase. Mbi heroizmin tash. Ta bëjmë një zgjedhje lloj referendumi mbi heroizmin. Ta peshojnë heroizmin e të cilit. Tash si do të rikthehet kjo? Gjymojnë problemet, varfërohet qytetari, përballja atij jo vetëm me çmime 3-4 fish më të larta të energjisë, me çmim të rritur të faturave të ujit, të produkteve bazë të konsumit. Tash si do të rikthehet kjo në potencë elektorale? Tash unë nuk vuaj kështu nga prognozat politike të din rrit, aktualisht nuk mund të mohohet fakti në bazë të disponimit që vëret që ende lëvizjeve vendosje gëzon një supremaci në raport me subjektet të tjera politike, këto të fundit edhe për shkak të shumë të lasheve që kanë pasur që kanë mirë pa do të ripërsëritet i njëjti rezultat, këtë nuk mund, arsye objektive nuk ka që të përsëritet i njëjti rezultat, mirë po në politikë ndikojnë shpesh shumë faktorë të panjohur dhe emocional, të cilët mund që njerëzit ti determinojnë që veprojnë atë mënyrë se si veprojnë. Konsekuenca direkte e krejt kësaj indolence, siç e quajmë, domethënë çështje jo aktive, jo pasiv, jo indiferent. Një shtet i cili është jo funksional. Realisht në këto tema që sot prekin drejt për drejt mirëqenien, shteti është jo funksional. Kush e konsumon pasojën e fundit dhe si shprehet kjo pasojë? Dëgjoj, migrimi? Edhe ashtu është që është në trendet e pandashme. Migrimi, varfrimi i qytetarëve të Kosovës, gjendja që përëndohet gjithnjë më tepër dhe pastaj do thotë inskenimet me disa subvencione kur vjen në koha para zgjedhjeve ose në varet si apo kupton, do vesh për të kriju iluzionin se si shteti është lumturi minutash se si shteti është aktiv, po ajo është vetëm aktiv në çaste dhe jo në mënyrë konsistente me dëshmu veten si mekanizëm mbrojtës në situatat e vazhdueshme, do thotë, të këtyre momenteve të rrezikshme për qytetarët e Kosovës. Në aspektin ekonomik prapë po flas, ndërkohë për mirë rikthyer edhe një herë asoj temës, siç e thatë, duke që prioritet kryesor Kurti e ka edhe përkundër publikimit të aktgjykimit, ai premtonte se do të bënte ftesa liderëve të subjekteve tjera opozitare, ajo nuk ndodhi, duke që prioritet e ka që ta rifitoj edhe betejën e humbur diplomatike, prandaj kjo ftesë nga presidenti, kjo ftesë ka ardhur në momentin e duhur për të, ndonse ne e dimë, pasi bëri kompromis në ligjin për të huaj. Ndonse ne e dimë, do thotë që kjo ftesë është ekskluzivisht e lidhur me theks të veçantë me zbatimin e detyrimeve, sepse Franca dhe Gjermania kanë qenë dy prej sponsorëve, siç dihet, dy prej sponsorëve franko-gjerman. Mbi cilën është ndërtuar sa i përket marrëveshja bazë. Kurti u ftua në takim për një qëllim, që është pas kompromisit politik me ligjin për të huajt, filloi gradualisht ta rifitoj, ta tejkaloj këtë pengesë, këtë sfidë, e cila mund përdoret për efektet e brendshme elektorale që nuk është i izoluar që nuk është izoluar në aspektin diplomatik dhe ndërkombëtar, ndonse unë kam vretje me çështjen e tij, do të për shkak se ajo që është e rëndësishme ne duhet të shohim dy çështje që ekzistojnë ndërmjet Francës në njërin anë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në anën tjetër në raport me Serbinë. Kjo duhet të jetë premisa mbi cilën ne duhet ta bëjmë analizën mbi pozitivitetin apo negativitetin e kësaj vizite. Nuk them që nuk bën të takohet me Macronin, mirë, po ne po e shohim një presion të jashtëzakonshëm amerikan mbi Serbinë që të divorcohet gjithnjë më tepër nga lidhjet e saj me Rusin. Shihet ky do thotë kemi sanksionim amerikan të kompanive energjetike të Serbisë të lidhura me Rusin, gjë që Franca nuk e bën një gjë të tillë, madje kur kishte ndodhur ajo Allashvereshi, po shpreh me gjuhë popullore, tregtar me
me avionët francez që i kishte blerë Serbia, presidenti Macron kur i shpyetur se si e vlerësoni qasjen e Beogradit dhe të Vučićit edhe me Rosinë edhe me Evropën, kishte thënë se ne nuk mund të ndërhyjmë në politikat sovrane të një vendi. Kjo është do thotë Po përse ndodh takimi? Çka është kryetema e takimit? kryetema Zoti Kurti zbatoi marrëveshjet. Takimi nuk po bëhet për t'i mundsu Kosovës zhvillim inkurajus ekonomik. Ja, absolutisht jo. A zhvillim tjetër bilateral. Jo, absolutisht. Për t'i kuraju më shumë nxitjen e Absolutisht dhe pikërisht për parimin e raporteve midis dyja vendeve, po bëhet për një qëllim. Që ju si kryeminist zoti Kurti, sapo të shkoni atje, i keni detyrat në tavolinë. i keni detyra në tavolinë, ta zbatoni E asociacionin. thanë edhe e thanë edhe para Dhe që dialogu mbetet kusht. E po thanë para disa ditë në një komunikat për të ardhurën evropiane, po. në një komunikat përbashkët Franca dhe Gjermania, do të këtu më ekuivoke nuk ka në këtë drejtim. Madje pas kompromisit të fundit politik të Kurtit me ligjin për të huajt, e kemi analizuar këtë temë. Diplomatë evropianë filluan ta konsiderojnë këtë si një moment ideal për ta ricikluar dhe për ta rifilluar edhe një herë dialogun në një intensitet tjetër, duke shpresuar edhe për një takim të drejt për drejt bilateral ndërmjet presidentit Vučić dhe kryeministrit Kurti. Pra, në këtë drejtim personalisht, Ambasadori gjerman thot, asociacioni teme shpesh sa herë flasim me qeverinë për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Drafti duhet të çohet në kushtetuese. Mbase përpara se vetë bëhet të ndroj mendje, a duhet të shkojë në kushtetuese apo jo? Red në këtë drejtim kam diskutuar, jo zhvillimi ekonomik, jo në Jo, absolutisht. Në këtë temë ne kemi bashkëbiseduar gjatë, unë insistoj në atë dhe kam thënë që kryeministri Kurti nuk ka të lashë sa i përket zbatimit të këtyre detyrimeve, e tëra që i duhet është, do thotë, që si të maskohet ky si e mirë e Kosovës, po. Si e mirë e Kosovës, se si të bëhet pa drama, pa efekte të mëdha publike dhe drama këtu. Po edhe këtu edhe shto edhe faktin qasjen, pra po tham, qasjen e paqartë, po e pasfiduar. E kemi, siç kujtohet, e kemi analizuar arsyeën pse dy qasje të ndryshme politike, në njëra anë në të kaluarën që Kurti është mobilizuar me gjitha potencialet partijake për të kundërshtu dialogun jo per se në vetvete, por me qëllim që ata që bënin marrëveshje në Bruksel të mos mund t'i zbatonin në Kosovë ato detyrime që ta humnin kredibilitetin para bashkësisë ndërkombëtare, në mënyrë që të ishin jo serioze para bashkësisë ndërkombëtare, dhe qasjen e aktuale të opozitës, e cila është si një lloj as mishk as peshkë. Unë pajtohem me kritikën. Po fërkon duart nëse Kurti mund të ketë tension me komunitetin ndërkombëtar, që ky tension që nuk do të ndodh. Ne po shohim tash Duart Trokitjes. Çka do të thotë tash opozita? 51.1%. Po ne po shohim tash Duart Trokitje. Totalisht e gabueshme. Po ne po shohim tash Duart Trokitje të komunitetit ndërkombëtar për Kurtin. Çka do të thotë tash? Çortim për PDK në Çortim për PDK. Dhe çështja do të thotë as mish as peshke e opozitës, për shkak sepse ata duhet ta qartësojnë pozicionin. Unë pajtohem me kualifikimet dhe me vlerësimet e shumë eksponentëve të opozitës se qeveria aktuale po e zbaton gradualisht edhe bashkësinë e komunave. Absolutisht është e vërtetë, ha pas hapi. Por tash këtë kualifikim mund ta themi edhe unë edhe ti, që opozita është na tregoj, a është për ta kundërshtuar këtë politikë? Për të bose hir? Apo vetëm për të dhënë kualifikime mediale, për shkrime mediale dhe asgjë më tepër. Për të mbush ballinat e mediave me lajme. Ku do të gjejnë satisfaksion, ku do të gjejnë adresë politike ata qytetarë të Kosovës që sot janë kundër asociacionit? Cila është adresa? Vetë zoti Kurti mbase siç ka thënë, do ta gjej justifikimin pse tash asociacioni është i mirë. I mirë, do të çka nëse unë dhe ti ende nuk e ka. Cila është ajo platformë politike sot në Kosovë, nëse ka qytetarë që janë pa kënaqur me zbatimin asaj, duke filluar prej duke filluarit në atë që e kemi përmendur prej zbatimit të aktgjykimit të kushtetuesës sa i përket transferimit të 25 hektarëve tokë. Do të janë disa vendime ku duhet gjejnë, do të cila është adresa kundërshtuese në Kosovë në raport? Unë pajtohem që po zbatohen gradualisht. Doesn't exist. Unë pajtohem me opozitën që gradualisht po zbatohen këto detyrime dhe pa drama publike. Por cili është roli i tyre? Vetëm t'japin një kualifikim të tillë në rrjetet sociale apo të na tregojnë a pajtohen, le të pajtohen, nuk ka asgjë të keqe. Është pozicion partijak, është pozicion strategjike, taktik i tyre që
mbase e shohin që nuk kemi alternativë tjetër, vetëm se të pajtohemi edhe ne me detyrimet. Asnjë lloj pikpamje, por që të kuptohet thellësisht ajo pikpamje. Të kuptohet për opinionin publik që të paktën në mënyrë kur qartësohet kur qartësohet pozicioni që edhe opozita nuk është kundër kësaj trajektore që po e ndjek Kurti, mbase mund krijohet hapësira e mirëfillte për aksion të duhur politik të atyre që besojnë dhe kanë interesa dhe bindje që duhet kundërshtuar kjo lloj politike që po ndiqet. Në Kosovë vendime politike po merr një figurë qendrore e saj, quhet zoti Kurti. Absolutisht. Edhe për çu vend në zgjedhje, edhe gjithë këtë taksirat për njerëz ta kthej në fitore elektorale në fund. Por ne tash do ta shohim se në politikë fiton ai që i bin njerëz me narracion me tregimin e tij. Do ta shohim tash edhe më tepër si do të intensifikohet betejë dhe retorika politike për këtë aktgjykimin e fundit të gjykatës. Mbase ky aktgjykim nuk do të shërbejë siç thash në fillim. Po si kishte fajzë që thotë as gjykata kushtetuese. As ligje. Ky është vetëm një hap, dëgjoj, po ky është një hap tash për adresimin tjetër në gjykatën kushtetuese. Po kjo është një hap tjetër. Shumë shpejt do t'i shohim tash para dyerve të gjykatës kushtetuese. Domethënë veç skenimi situatave për të kriju klimë të shfaqimit. Tanë base do ta çojnë lëndë gjykatën kushtetuese, u dashur të filloj kuvendi në ora 11 apo 12. Ka solli faleminderit shumë për analizën e fundjavës, ishim edhe në emision tjetër. Jemi këtu tërkohën, faleminderit prej liderëve që na ushqejnë me tema shpesh që cilësohen si banalitete e paradokse të rralla. Faleminderit, sidoqoftë. Ishte kënaqësi. Ne do të tani lajmi keq, lajmi mirë. Bad news, good news. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.